paktën nuk përcillen në këtë mënyrë. Tha disa të pavërteta, po ja u rëndis dhe po nis nga më e rëndësishmja. Nuk është e vërtet që ne nuk jemi dakord që të dëgjojmë apo të shohim më shumë informacion mbi situatën në rastin e pretendimeve që kanë qytetarët e Durrësit, por ju nuk mund të vini këtu në një ditë të caktuar ku kemi një rend caktuar dite, të thoni dhe të shtoni një propozim pa e diskutuar paraprakisht me ne. Kjo gjë mund të bëhet në vijim dhe ne patjetër nëse biem dakord mund të dëgjojmë të gjitha palët, përfshirë qoftë përfaqësuesit e ministrisë, qoftë qytetarët, sepse në fund ditës jemi përfaqësues të qytetarëve, por nuk jemi përfaqësues të qytetarëve vetëm për të bërë një agjendë caktuar politike. E para. E dyta, shoh që ju keni marrë fotografi, video, postera, harta, jeni në të drejtën tuaj, por po ju rikujtoj që rendi ditës sot është projekt ligji për cilin ka ardhur ministri. Në momentin që do të mbaroj projekt ligji për cilin ka ardhur ministri, ne do të mbyllim mbledhjen dhe nuk kemi ardhur këtu për të bërë show-n e radhës. Nëse doni, biem dakord bashkarisht, e vendosim në kalendar dhe në vijim, diskutojmë për këtë çështje dhe çështje tjera. Për sa kohë ju do vazhdoni ta drejtoni këtë komision si një emision televiziv, në vend që ta drejtoni si kryetare e Komisionit Kulturës, Turizmit dhe Diasporës, qytetarëve do t'u hidhet një tymnaj e cila në fakt nuk është e drejtë dhe nuk është as pak e denjë. Edhe njerë po e përsëris, ju jepni mesazhe gjatë monologut tuaj, të cilat janë të pavërteta, nuk është e vërtet që ju jeni krah qytetarëve dhe ne nuk jemi krah qytetarëve, po aq sa nuk është e vërtet që ne nuk duam që të dëgjojmë të gjitha palët dhe të shohim në vijim se si qëndron situata në vetvete. Por ju nuk mundet të ndiqni agjendën tuaj politike në këtë komision që nuk ju përket ju si pronë, por ju përket si drejtuese e komisionit, kryetare e këtij komisioni. Ju lutem na ktheni në rendin e ditës dhe të vazhdojmë me punimet, nëse keni gjëra të tjera, duhet i fusim në kalendar që t'i diskutojmë. Faleminderit. Ju dëgjova me shumë vëmendje dhe zgjodha të mos ju ndërpres pavarësisht fuqisë që më jep mikrofoni. Dua t'ju sqaroj dy momente se ndoshta edhe i dini. E para, monolog quhet kur nuk ka të drejtë njëri tjetër të komunikojë me ty dhe je vetëm, se ndje dhe familje artistësh. Dhe duhet ta kuptosh në momentin që këtu ne i kthejmë përgjigje njëri tjetrit, komunikojmë me njëri tjetrin, normalisht që nuk e ndërpresim njëri tjetrin kur flet, por kjo nuk e bën monolog. Pra kultura nuk të bën monolog. Edhe ti tani vetëm fole, po nuk ishte monolog. Ishte pjesë e një diskutimi dhe debati. Ko ta mësosh më shumë për njohuri të përgjithshme. E dyta, ministri, ne nuk po flasim për yjet, po flasim për Shqipërinë, po flasim për mjedisin, po flasim për hallet e qytetarëve dhe besoj nuk ka asnjë problem që 10 minuta nga koha e tij ti dëgjoj për hallet e qytetarëve të Durrësit. Tjetra, ne dje kishim projekt kalendari. Ju jeni deputet i ri. Duhet ta dini që kur diskutohet për projekt kalendarin, kushdo nga deputetët, edhe jo vetëm kryetarja, po cili do nga kolegët këtu, mund të propozojë çështje për të shtuar në kalendar. Pra e kanë të